Të dashur qytetarë dhe qytetarë, çdo përpjekje, përveç se përpjekjeve tuaja, janë humbje kohe. Sot, më shumë se kur, është fjala juaj, është guximi juaj, është revolta juaj, zemrimi juaj, qëndrimi ndaj padrejtësisë, ndaj vjedhjes, ndaj narkoshtetit, ndaj varfrimit dhe mjerimit nga plaçkitja e kësaj qeverie që duhet të shpëtojë dhe do shpëtojë Shqipërinë. Edi Rama, në vend të dorëheqjes së tij, shetit si i vdekuri me të gjallin, me lubi ballukun, për të thënë shqiptarëve, për të sfiduar qytetarët, për t'i ofenduar ata, dhe më shumë se ofendim, se unë ju kam plaçkitur dhe do u plaçkis, dhe se mos mendoni kur se drejtësia apo ligji janë për Ramen apo Lubin, por janë vetëm për ata që duan këta të dy. Ka qenë dhe është binja ime më e prerë, se është vetëm sovrani, gjuha e tij, revolta dhe zemrimi i tij, ata që do bindin këte grusht hajdutësh, këte organizat kriminale të kryesuar nga Edi Rama, të largohen 1 minutë më parë nga pushteti dhe të hapin rrugën për qeveri teknike zgjedhje të ndershme. Në Tiranë dhe kudo në Europë dhe në botë, 24 maj është i gjallë çdo ditë. Çka do të thotë qytetarët, shqiptarët në diasporë dhe kudo, miqtë e shqiptarëve presin protesten, revolten dhe vetëm revolten e qytetarëve.